Hoxha duhet me agjeru natën e berajetit, të lutem, thot, tregona. Nata e berajetit është natë e mirë. Kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam se Zoti i gjithësisë shikon pra krijesat e tij në natën e mesit të muajit Shaban dhe fal shumicën e njerëzve përveç një njeriu idhujtar, pra që i bën Allahu të lartësuar shok në adhurim, dhe një njeri i cili mban mëri ose në një transmetim tjetër, pra i ka shkputur lidhjet farefisnore. Prandaj është e udhës që çdo njeri me ju largu idhujtarisë, me hiq dorë prej shirkut, me adhuru vetëm Allahun e lartësuar një të vetëm, pa i bo shok atij në adhurim. Po ashtu edhe me hiq dorë nga mëria, me pajtu me njerëzit, me rujt lidhjet me farefisin, me pajtu. Shumica e zonkave sot bëhen për pasuri dynjaje, të cilat gjitha kemi me i lanë këtu. E përsa i përket adhurimeve, në lidhje me këtë natë, nuk ka ndonjë transmetim pra se duhet me uçu me fal kaq rekate, kaq numër rekatesh, nuk ka transmetim të tillë. Por nëse dikush, pra ka zakon, ka traditë që çohet, fal namaz, bën lutje, Allahu na fal dhe na mëshiroft. E përsa i përket agjerimit, nuk agjerohet për shkak të kësaj nate, por ne e dim që janë 3 ditët e bardha, pra të çdo muaji, dhe normal, dita e nesërme, po ashtu edhe ajo pas saj, pra janë ditë bardha, kështu që mund të agjerohen ashtu siç agjerohet çdo muaj, po jo pra sepse është nata e berajetit. Allahu i rujt.